Drejtori i timit dhe nën drejtori i timit. Nën drejtori i timit, nëse ndjen të arsyeshme për në një nga këta që kanë të bëjnë me krimin kibernetik ose çfarë janë ato teknologjia që janë fiks specifikuara në lidhje me krimet zgjedhore që kemi parashikuar, sepse nuk na funksionoi ajo memorandumi i përbashkët i SPAK-ut, i prokurorisë përgjithshme këto. Njëra kishte të bënte me kompetencën e njërit apo tjetrit, kur ti ishe deputet dhe ishe njëkohësisht në vazhdimin e mandatit të ri, domethënë për zgjedhje, një ri që ishte, unë isha kompetencë jurisdiksionit përgjithshëm, ti ishe i SPAK-ut. Dhe ngatroheshin kompetent, ndërkohë që policia është e njëjta, është e detyruar ta jetojë çështjen. Si mund bëhet diçka më e saktë që ta bëjmë në reformë? Kjo është ideja. Faleminderit. Në fakt, ky është një nga elementet e rëndësishme që ka kjo seancë. Pra ne nuk kemi vetëm hallin që të ndryshojmë kodin zgjedhor apo ligjet e tjera për të përmirësuar se ka munguar ligji. Ne nuk mund të vazhdojmë pafundësisht me ndryshime ligjore pse s'funksionojnë apo nuk përgjigjen institucionet shtetërore. Dhe ngritëm një strukturë që nuk ishte me ligj, u ngrit një strukturë, pra ishte kjo, po themi që e quajtëm shkurt task forca, e cila në opinionin publik dhe atë politik nuk ka rezultuar e suksesshme, madje edhe ka dështuar. Dhe ne duam të kuptojmë brenda kompetencave ligjore që ekzistojnë, çfarë duhem bërë dhe ndoshta vetëm ju nuk e keni të gjithën. Pra, unë jam dakord me atë që thotë zotin Ndoja. Na duhet që të marrim të gjithë atë për të kuptuar problematikën që edhe brenda kësaj kornize ligjore të rritet maksimalisht eficienca e policisë shtetit në mbrojtje të zgjedhjeve. Sepse me mosveprimet e saj, ditën e votimit ka qenë shfaqja më gjigante që unë mbaj mend në kaq vite eksperiencë në zgjedhje, në politikë dhe përpara politikës, me OSBE-n, hiq vitin 2001 ku ka një prezencë të krimit në atë nivel që kemi parë në vitin 2025, 11 maj. Dhe policia shtetit nuk ishte aty. Kështu që ne na duhet që t'i kuptojmë gjitha dimensionet, atë që është praktik, organizativ, çfarë masash tjera mund të merrni ju, dhe atë që na duhet shtojmë ne si kornizë ligjore. Kështu që unë gjykoj që duke u nisur nga gjithë diskutimet e kolegëve këtu, shqetësim që nisa veti pari për sa i përket kësaj, pra parlamenti këtë e ka seancë shumë